الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Filloj me kapitullin veprimet në namaz, faqen 158. Thotë gjëja e parë që duhet ta kemi parasysh yanbaghi lil musalli an yakhsha'a fi salatihi. Thotë të jetë i përkushtuar në namaz. Fjala khushu edhe është përkushtim, në shqip e kemi përkthy, edhe koncentrim, po përkushtim është më i sakt, domethënë një lloj përkushtimi, një lloj përulje e shoqëruar me devotshmëri edhe me dituri. Për këtë Allahu ka thënë në Kur'an, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Vërtet janë të shpëtuar apo kanë shpëtuar besimtarët, të cilët në namazin e tyre janë të përkushtuar ose domethënë të koncentruar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar thotë ke nga namazi shpërblim atë sa je i përkushtuar, ka një transmetim. Po ashtu ka transmetime që kur hynte apo kur vente namazi ose kur hynte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz, ndëgjoi sikurse ajo e dënesura e atij që çan apo e fëmis që është i përkushtuar apo ishte i përkushtuar. Sa i përket wa yakun nadharuhu ila mawdi'i sujudihi. Thotë shikimi duhet të jetë në vendin e sejdës. Në vendin e sejdës, kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i largonte syt nga vendi i sejdës si në nënshtrim ndaj Allahu xhaleshanu apo përulje ndaj Zotit. Edhe dini se i tërë shikimi mbahet në sejdë edhe kur rrin gjatë leximit në kam, edhe gjatë rukus, edhe gjatë pozicioneve tjera, përveç kur rrin ulur në tejat, është transmetuar se duhet me shiku gishtin e dorës së djathtë, gishtin tregues të dorës djathtë, i cili dëshmon shahadetin. Edhe nuk është arsyeshme as e lejuar që njeriu të shikojë djathtas ose majtas. Wa man arada ad-dukhula fi as-salati kabbar. Kush don me hyrë në namaz, në momentin që hyn, duhet me bë tekbir. E tekbiri e thot me ajetin kuranor wa dhakara isma rabbih fa salla. Ka përmend emrin e Zotit, edhe është fal, surja Ala ajeti 15. Po ashtu fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk e pranon namazin e robit përderisa nuk e merr avdesën ose nuk pastrohet çdo pjesë siç duhet, pastaj të kthehet thot ka kibla edhe thot Allahu Akbar. Allahu Akbar. Këtë hadith e kemi përmend më herët, hadithi është i dobët, por normal se duhet me thonë këtë fjalën Allahu Akbar. Por thot autori, nëse e nis namazin me një shprehje tjetër përveç fjalës Allahu Akbar, qoftë me madhrim të Allahut ose lavdrim të tij ose tasbih, alejot për shembull me fjalën Ar-Rahmanu Akbar. Jo Allahu Akbar, po Ar-Rahmanu Akbar ose Ar-Rahimu Akbar. Sipas autorit, më thonë, thot janë nda dietarët e mëdhëbit Hanefi, kështu thot Ebu Jusufi nuk e lejon përveç se me fjalën Allahu Akbar edhe fjalët që dalin prej kësaj fjale. Për shembull Allahul Akbar ose Allahu Kabir ose Allahul Kabir. Për domethënë Allahu Akbar pale ose Allahul Akbar ose Allahul Kabir ose Allahu Kabir. Se edhe Allah edhe fjala Kabir i madh me gjitha format e saj po e lejon Ebu Jusufi. Edhe pse thot nuk e pëlqen një gjë të tillë. Kurse ka prej Ebu Hanife thot edhe Muhamedi, Allah ka thënë wa dhakara isma rabbih fa salla, ka përmend emrin e Zotit edhe është fal. Thot përderisa përmendet emri i Zotit, me çfarë do emri përveç fjalës Allahu Akbar, sipas tij domethënë lejohet për shembull Allah Ar-Rahmanu Akbar ose Ar-Rahimu Akbar, po ashtu thot edhe nëse thot veç fjalën Allah, kur të merr tekbir Allah ose Ar-Rahman, lejohet
sipas Ebu Hanifës kjo gjë, sepse është dhikr apo përmendje e njëri prej emrave të Zotit. Kurse te Muhamedi thotë lejohet kjo nëse ja shton edhe mas fjalës Rahman ose Allah, edhe një diçka tjetër, Allah Rahim, Allah Rahman, ose Kebir, ose Adhim, e diçka tjetër. Gjithsesi, të gjithë dietarët, edhe këta që lejojnë këto edhe ata që normal e shohin më të arsyeshme, edhe është transmetuar në për gjitha kohët fjala Allahu Akbar. Se përket thotë ati që nuk dëgjon ose nuk flet, nuk di me fol, ai mjafton edhe pa këtë, edhe pa atë fjalë, po vetëm thjesht me niyet. Pastaj kur thot imami Allahu Akbar, muezini, xhamati, a më thon më një herë edhe ata Allahu Akbar, apo më vonu mas imamit. Domthon apo imami ka afruar Allah, edhe ata Allahu Akbar. Sipas Ebu Hanifës, thot më një herë me ta, domethën jo bashkë me ta, po sa ta thot ai pa prit ndonjë çast të caktuar, kurse nxënësit e tij thonë jo, pret një tro. Kur themi pret një tro, jemi të folë gjithmonë për 2-3 sekonda, 5 sekonda, plus minus, apo për secilin, si për mendimin e parë, si për mendimin e dytë. Ebu Hanife e thotë namazi, hyrja në namaz është ngutje për ibadet. E ngutja për me hyrë në ibadet është e vlerësuar. Kurse të dalja prej namazit, kur t'jep imami selam, a me dhonë selam me njerë me imamin, jo. Të gjithë thonë që me prit derisa ta kryen imami, tash nuk u përmend këtu a kur ta kryen edhe të parën edhe dytën, apo veç njënën, të dhonë imamit e dyta, xhamatit e para me këshyr ka djallta. Allahu alem, e rëndësishme thot, më vonu pak derisa ta kryen imami, sepse dalja prej namazit, pa ashtu është të pëlqyer me u vonu. Hyrja në namaz me ungut, se në veprat mira duhet me ungut me kry. E veprat e mira mos me ungut për me dalë prej tyne, pa sa të mund është me prit. Dhe manë këtu arsuetimet. Pastaj fjala Allahu Ekber, thotë fjalën Ekber e thu sa ma shpejt. Jo Ekber, Allahu Ekber. Jo Allahu Ekber, ban Allahu Ekber, anë me zgatë, kurse eja nuk zgjatët. Sepse mundet që pa qëllim njeriu me bo mëkat, se fjala e nëse zgatët është si dyshim. A është Allahu më i madhi? Allahu Ekber? Jo, zban me thonë kështu. Por dhe me thonë Allahu Ekber, e thu më njerë. ويرفع يديه ليحاذي إبهامه شحمتي أذنيه. Ingrit thot durt, masi ashtu thon Allahu Akbar, derisa thot gishtat e mdhen afrohen me qëto lapat e veshve, afrohen. Pra, edhe këtu mirë, këtu thot ingrit në këtë formë, pa ashtu edhe durët, shëplaket e durëve, edhe gishtat i manë drejt. Dhe më dhamë dunja në gjunë mrapa, edhe Allahu Ekber. Nuk përmendet që dytërmisht duhet me i prek e para, gabimi i parë, gabimi i dytë, mi bon kështu. Por duhet sa të mundet besimtari, me i ka kibla me i drejtu shëplaket e durëve. Dhe më dhamë këto dy, mi pas këto dy gjera parasysh. Thot transmetuesin nga Wail ibn Hujri, idha ftataha as-salata farfa' yadayka hidha udhunayk. Ma dha ngriti kur të nisesh hyn namaz, ngriti afër veshve durët e tua. Wala këtë veprim thot e ban pa ashtu edhe në namazin e Bajramit, edhe tekbiratul qunut, edhe kur ta merr tekbirin për namaz të vitrit në atë duan e kunutit në rekatin e fundit. Wala yarfa'uhuma fi takbiratin siwaha. Kurse domthon i ka ngrit durt Allahu Ekber me hyn namaz, e masajna a duhet me ngrit durt sipas autorit në raste tjera, thot autori jo, nuk i ngrit më durt, domthon
as kur bjen në ruku, as kur ngritet nga rukuja, as kur bjen në sejdë. Me çfarë argumentohet? Me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk ngritën durët përveç në 7 raste. Edhe I ka përmend 3 këtu, domethënë edhe 4 në haxh. Këtu I ka përmend domethënë 3 në tekbirin fillestar, 1 te duaja kunutit, edhe 2 tek namazi I bajrameve. 3, edhe 4 I ka përmend, cekën aty, po nëse s'është tema jo ndoshta I vjen në rani kur ta përmendim kapitullin e haxhit. Këtu te ky hadith domethënë që nuk ngritën durët përveç në 7 vende, kanë përmend domethënë ulemat kanë folë shumë, ka folë apo Sheh Shuaib Arnauti, thotë hadithi domethënë ka shumë, thotë garibun bi hadha al-lafz, është I çuditshëm me këtë tekst. Edhe thotë është transmetuar nga shumë nga disa sahabë, mirë po jo me të njëjtin tekst. Edhe ky hadith thotë nuk qëndron kështu deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më së larti që është përmend është nga Ibrahim an-Nakhai, si fjalë e tij, cilën e ka përmend Imam Tahawi në Sharh al-Maani, vëllimi I dytë 178, edhe thotë zinxhiri është I saktë deri tek Ibrahim Nakhai. Ibrahim Nakhai domethënë si fjalë e tij ajo si hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po ashtu Tabarani e ka nxjerr nga Ibn Abbasi hadithin, si fjala e Ibn Abbasit. Edhe pse thotë edhe ky transmetim është I dobët nga Ibn Abbasi. Po ashtu thotë Ibn Abi Shejba e ka përmend nga Ata ibn Sa'ib, kur e ka përmend transmetuesi ka qenë I dobët ose ikhtalat, domani është hub memoria në atë kohë. E shumë transmetime tjera, Imam Ibn Daqiq al-Eid në kitab librin e tij al-Imam, kur e përmend këtë hadith, thotë ka përmend nga Zejla'iu në Nasbur Raje, është një libër madhështor I mëdhëbit Hanefi që flet për transmetimin e haditheve, edhe I përmend ai domethënë 4 pika në cilat ky nuk e vërteton domethënë që ka hadith I cili thotë nuk ngritën durët vetëse në 7 raste. Prandaj hyna ndoshta pak gjërë që nuk përkon tema, por me qëllim që mos me pas ndonjë keqkuptim ose fanatizëm të panevojshëm. Jemi kundër përçamjes, kundër futjes së urrëties, mirë po edhe kundër fanatizmit. Vazhdojmë. Thumma ya'tamidu bi yaminihi ala rusqi yasarihi tahta surra apo tahta surratihi. Pastaj thotë merr dorën e djathtë edhe vendos mbi dorën e majt. Po ngriti pak më lart kamerës, thotë tahta surra, nën kërthisë. Domethënë në këtë formë, dora djathtë vendoset mbi dorën e majt. Tash ose kështu, ka mëdhëbe tjera, do raste nëse qohen më lart, domethënë edhe kështu, dora. Ka disa që e përmendin që me këta 2 gishtat, me I kap këta 2 eshnat dhe me 3 gishta me majt kështu, por kjo nuk ka transmetim në këtë, domethënë në këtë formë, ose e rëndësishme më kap domethënë te këta 2 eshnat te kyçi I dorës më kap dora. Poshtë kërthizës, thotë. Argumenton me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 3 gjëra janë prej moralit të pejgamberëve, edukatës, më mirë po them pejgamberëve. Ta'jilul iftar, me ngut iftarin, me e vonu syfyrin. E dyta, wa wad'ul yamin 'ala ash-shimal tahta surra, dhe vendosja e dorës djathtë mbi dorën e majt, pra në namaz, nën kërthisë. Këtu thotë Sheh Shuaibi, thotë pa fjalën poshtë kërthizës, e përmend Tabarani në Kebir nga Abu Dardai. Pa ashtu Mejme I Zawaid përmendet I ngritur prap nga Abu Dardai deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por thotë nuk është I saktë
se hadithi është i ngritur deri te pejgamberi, por qëndron deri tek Ebu Derdai. Kjo është më sakta. Sa i përket thot hadithit me pjesën ka vendosur nër kërthiz, thot nuk kam gjetë kërkund apo askund që ngritet hadithi deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu e shënon edhe Ibn Hibani në Sahihun e tij me zinxhir të saktë të transmetimit nga Ibn Abbasi me këtë tekst. Ne pejgamberët jemi urdhëruar që ta vonojmë syfyrin, ta ngutim iftarin dhe ta kapim dorën e majt me dorën e djathtë në namazin ton. Vetëm kaq, pa përmend pjesën nën kërthiz. Po ashtu e shënon Imam Ahmedi, Abu Davudi edhe të tjerët me zinxhir të dobët të transmetimit, me zinxhir të dobët nga Aliu dhe nga Ziyad ibn Zaid as-Sawai, i cili është mejhuli pa njohur, domethënë nga Abi Juhaifa, Allahu se Ali radhiyallahu anhu ka thonë inna min as-sunnati fi as-salat, thot prej sunetit namaz është vendosja dorës mbi dorën tjetër nën kërthiz. Ibn Qayyim al-Jawziyyu në Bada'i'ul Fawaid e ka përmend domethënë kundërshtimet mes apo domethënë ulemat, mendimet e ulemave të mëdhëbeve rreth meselës se ku vendosen durt në namaz. Edhe namaz se cili mëdhëb dikush nën kërthiz, dikush mbi kërthiz, dikush më lart, etj. Por të gjithë janë të pajtimit se gruaja duhet mi vendos më lart. Ose të kjo zbrastira këtu mes gjoksit. Ata që kanë thonë tash po dalim domethënë se hadith të transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka direkt që për vendosje nën kërthiz, por mas shumë që mund të përmendim ka transmetime nga disa sahab, shumica të dobta por edhe të sakta, siç është nga Abu Derdai, për vendosje nën kërthiz. Ajo arsyetimi atyre që dietarëve që përmendin këtë është se zakonisht njeriu rrin i përulur në namaz. E përulja në kam është kur besimtari i mandë më ndurt edhe mundohet me mbulu avretin, sepse mashkulli avretin e tij e ka poshtë kërthizës. Prandaj i mandë ndurt që mos më uvret nga pjesa, kurse avreti më i dukshëm i femrës është tek gjoksi i saj. Prandaj edhe i vendos durt, domethënë më lart që pak a shumë me u mbulu kjo gjë. Mirë po, na themi se këto të arsyeshme janë, por edhe jo të detyrueshme, sepse edhe mashkulli duhet me vesh rroba më të gjana, edhe femna duhet me vesh rroba më të gjana. Prandaj edhe vendosja mbulesës së gruas mbi kokë duhet me shku në atë pjesë që edhe para edhe mbrapa edhe ona është me mbulu, që mos më u dallu qafa saj, mos më dallu gjoksi saj, me qenë sa më mbuluar prej këtyre fitneve. Gjithsesi, domethënë na e dini se nuk e kemi qëllimin me kundërshtu këtë dhe me pranu apo me pranu atë, por me shpjegu atë sa autori përmend. E rëndësishme këto meselet kemi kujdes mos më përqas, sepse janë mesele po e kështu të imta në krahasim me bashkimin e ummetit edhe rëndësinë e namazit. Sepse unë po dëgjoj një herë një hoxhë i cili i kritikon të ulemat e mëdhaj që kanë hyrë këto detaje edhe i kanë përmend këto detaje qatë shumë sa sipas tij muslimanin e kanë largu prej asaj namazit me u fal i përkushtuar dhe me shpirt e me zemër. Pse të e përmend ky dietar kështu, ky ka thonë sunet, ky ma poshtë, ky ma nalt, i ka vendos këto ihtilafatet, kundërshtimet mes dietarëve, ai i kritikonte, thoshte se këto janë sebeb që muslimani mos me pas vakt me u përkushtu namaz. Por e vërteta është se ai ka këtë shkuptu këtë mesele. Dietarët kur i kanë shpjegu këto, i kanë shpjegu për hoxhallarët. Dietarët i kanë shpjegu për nxënësat e vet, për nxënësat e dijes, e jo për popullin e thjeshtë. Prandaj nuk duhet hoxha me hyrë në detaje të popullit, por të popullit me mbjell dashuri për namaz, dashuri për falje, mospritesë, shpërblimi i namazit, si mu përkushtu. Këto mesele mi majt mes hoxhallarëve. Në momentin që ai hoxh i akuzon hoxhallarët pse i keni hyrë këto detaje, me kuptu se ai se ka kuptu esencën e këtyne, po tham,
kundërshtimeve ose shumë lloj-llojshmërisë së mendimeve të ulemave. Prandaj nuk ka nevojë në popull me i qelë shumë këto mesele. Mirë. Dhe më duhet mi majtë në momentin që thot Allahu Ekber, duhet mi lidh me njëherë durët. Tash, ka thonë Allahu Ekber. A mi lëshu njerë dhe në tokë, dhe të poshtë, drejt, pastaj mi lidh, apo Allahu Ekber edhe mi lidh me njëherë. Mrena me dhejbit Hanefit, do kanë thonë i lidh me njëherë, do kanë thonë i lëshon të poshtë, pastaj i lidh. Po ma saktë është, Allahu Alem, me i lidh me njëherë. Pa pas nevoj me i qu edhe njëherë, me i qu edhe njëherë të poshtë, dhe i poshtë, pastaj me i lidh. Mirë. Vazhdojmë, pasi ti lidh durt, e thot Subhanak Allahumme deri në fund. Subhanak Allahumme deri në fund, tek Muhamedi thot o jashtan wa jalla thanauk. Wa jalla thanauk, duke ashtu. Te Ebu Jusufi nuk ka nevojë me ashtu këtë fjalë, por janë disa transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë disa dua tjera, wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard. Ashtu edhe transmetime tjera, thotë Ebu Jusufi me bashku këta dhe ato tjera, të dyjat bashkë edhe subhaneken bashkë, thotë është ma mirë, po gjithsesi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim i ka përmend ato dua tjera, po kur ka ardhur subhanak Allahumme i ka anulu ato tjerat. Njëjtë sikurse që i ka anulu, thotë transmetimi këtu apo autori, kur ka ra pejgamberi në ruku ka thonë raka'a laka dhahri. Kur ka rënë sejdë ka thonë sajda laka wajhi. Këtë ka thonë para se me zbrit urdhri për subhana rabbil ala edhe subhana rabbil azim. Kur ka zbrit fasabbih bismi rabbikal azim, me thonë subhana rabbil azim, atëre ka nalë pejgamberi të parën. Po ashtu sabbih isma rabbikal ala, kur ka zbrit domethënë me thonë subhana rabbil ala, e ka nalë atë tjetrën domethënë sajda laka wajhi. Po ashtu këto duat para se me zbrit subhanak Allahumme, apo para se me ardhë inspirim nga Allah, i ka thonë ato tjerat. Me ardhën e asaj, e ka nalë edhe ka thonë veç ata. Mirë, pastaj e thot fjallën a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nëse është imam apo xhamat. Tash apo është u falë domethënë si imam apo si vetëm. Po nëse është si me'mun, si xhamat, domethënë imami thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Po xhamati mas ti, a me thonë apo jo? Allahu alem. Disa kanë thonë që me thonë, disa mos me thonë. Edhe bismillahirrahmanirrahim, a me thonë njëjtë apo jo, sepse lezimi Fatihas fillon me za vetëm prej fjalës elhamdulillahi rabbil alamin, pa bismillahirrahmanirrahim. Përveç në disa mendimet të dietarëve, duhet me fillu me bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin. Po ma sakta, ma subhanekës, e thu, apo se thu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, s'ka problem. Se mrena me dhejbit, do kanë thonë po, do jo. Po fjallën bismillahirrahmanirrahim, e të poshtë, nëse je imam, e thu, se imam je. Nëse je xhamat, nuk e thu. Nuk e thu, por e ngan imamin. Nëse je të falë vetëm në shpe, atë gjithsesi, e thu se je të falë vetë. Po nëse je të falë vetëm të shpia, a mu falë me za, pa za, thot, të namazët që janë me za, fjala, thot, lejot edhe pa za, se s'ki kuj me folë, por nëse thu me za, është ma mirë. Ma za, sa e njën vetë. Të namazët që janë me za. Ma dhanë, të ato që janë pa za, jo. Mirë. Pastaj, thot Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, 5 gjëra duhet mi mshef imami me i thonë pa za. Fjallën a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fjallën bismillahirrahmanirrahim, fjallën amin, edhe fjallën rabbana lakal hamd, edhe shahadetin, këtë më falë, të shahudin, e të hijatin. Pastaj autori duhet të më thonë me nxjerr këto transmetime, por e sakta është se, dhe më thonë,
e saktë është se transmetimet janë të dobta në këtë pikë. Pastaj kalon të Bismillahirrahmanirrahim. E përmendë veç, a me thonë me zonë apo zonë, ma saktë është me shef në vete, se transmeton e nese janë falë thot mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas Ebu Bekrit, Omerit dhe Uthmanit. Edhe e qelnin thot namazin me fjalën Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e jo me Bismillahirrahmanirrahim. Po thot me një transmetim tjetër, e më shefnin fjalën Bismillahirrahmanirrahim. Hadithin e shënon dhe më thonë Bukhariu dhe Muslimi. Po ashtu nga Abdullah ibn Mughafeli e ka një djalin e vetë të thonë Bismillahirrahmanirrahim me zo, i ka thonë mos bën o birë bidat në islam, sepse kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po jam fal mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrit dhe Omerit, edhe ata nuk e thonin me za fjalën Bismillahirrahmanirrahim. ثم إذا كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين. Nëse është thot imam, lexon me zon namaz sabahit, po ashtu në 2 rekat e para të akshamit edhe të yatsis, po ashtu në xhuma, namaz xhumas edhe në 2 bajramet. Kështu ka nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, kurse në drekë dhe në ikindi lexohet pa za. Kështu që 1400 sa vite kështu në përmet, veç nëse delta është dikush, shpo dalën ata që po thojnë s'ka kësi, e s'ka si do, dardaleca, hoxalar, në më thonë që nuk kanë nga hoxaloku veç emrin e uzurpuar, ata qka s'bajnë ata, qka s'ka ndeti edhe peshime, ga që kanë thonë ata. Kështu edhe të shqiptaria, tek parkingu i budalve, edhe ma në ka të tilë. وإن كان منفردا إن شاء جهر وإن شاء خافة لأنه عليه الصلاة عليه أن يسمي غيره والجهر أفضل قولي من صلى وحده على هيئة الجماعة صلى خلفه صفوف من الملائكة. Ka transmetim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur të falë në vetë, lexoni me zon për arsye se mundën mas teje më fal me laçet. وإن كان مأموما لا يقرأ. Nëse është thotë xhamat, atëherë nuk ka nevojë me lexu. Nuk ka nevojë me lexu, e kjo është e përgjithshme. Ka ardhur si transmetim i përgjithshëm, domthonë me lexu as në namazet me zon, as namazet pa za. Me arsyetimin që kur lexohet Kurani nga ne edhe hesht ne. Pastaj normal mund të bëjmë muhabet na se nëse falmi vetëm me xhamat po pa za, a me lexu a mos me lexu. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë është vendos imami që ta ndiqni ta pasoni ata. Nëse ai lexon ju heshtni. Nëse ai lexon ju heshtni, edhe pse hadithi flet për, domethënë jep me kuptu për leximin me za. Po ashtu në një transmetim tjetër thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la qira'ata khalfa al-imam. Nuk bën me lexu mas imamit. Domethënë ashtu lexu imami ti jo me lexu, edhe pse hadithi është i dobët. Por gjithsesi duhet me ngu imamin. Ka ime transmetime tjera. Wa idha qala al-imam wala ad-dallin qala amin wa yaquluha al-ma'mun wa yukhfiha. Kur thot imamin fun غير المغضوب عليهم, thot imami wala ad-dallin, thot imami amin. Amin thojnë edhe xhamati, por thot e thojnë me në heshtje, pa za. E thojnë pa za. Këtë argumenton me fjalën idha qala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thot imami wala ad-dallin ju thani amin. Ju thani amin domethënë sepse ato e thot edhe imami. Por në hadithin e shënuar tek Buhariu dhe Muslimi wal imam yaqulu amin akhrajahu al-Bukhari bilafz kur thot imami غير المغضوب عليهم ولا الضالين atër thot thoni ju amin. Fejnë men wafaqa qawlahu qawl al-malaika, sepse kush e thot fjalën amin bashk me melaqet njëtën kohë, i falen mëkatet e kaluara. Po ashtu edhe Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Muslimi, mos thoni amin para imamit. Por, domethënë kur thot ai,
thoni mas ti, amin ka thonë, thoni mas ti, dhe më thonë që i bjen me një ju imamin. Kur ta nini, thoni edhe ju. Mirë, sa për këtë kësaj me më shef, nga Wail ibn Hujri përmenet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kam shef fjalën amin, dhe më nuk e ka thonë me za. Ta shofim, këtë e përmend Tajalisi edhe Daraqutni edhe Bejheqiju, në pashtu është hadithin Musnad të Imam Ahmedit, thot është falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me neve edhe kur ka lexu ghayril maghdubi alejhim waladdallin ka thonë amin. Edhe ka thonë me zot ult, mos me ndëgju. Po ashtu e ka vendosur dorën e djathtë mbi dorën e majtë. Pastaj ka dhënë selam krajin e djathtë edhe pastaj të majtin. Por thot hadithi, ky hadith është i saktë pa fjalën wa akhfa biha saute. Ka thonë amin me zë të mshaft. Kjo si duket thot faqad akhta fiha shu'ba. Ka gabu, njëri prej transmetuesve e ka shtin hadith. E ka shtin hadith dhe nuk është pjesë e hadithit. Thot e saktë është nga hadithi Wailit, yamuddu biha sautahu. E kundërta kësaj, pejgamberi ka thonë amin, aq sa e ka zgjat zërin e tij me këtë fjalë. Gjithsesi, ne jemi kundër me thonë amin për inatit të imamit. Ka rast kur shkon në një xhami dikush për inatit të imamit, pse inati imami e ka çashtu e ka inati ka. Do me plasaj nëse xhamati thot amin. Edhe çka bën ky zotnia, shkon me qëllim me bë amin, mu palati ose me plasë imamin namaz. Kjo nuk bën. Ti ke shku mu fala me përça. Pastaj ka dhe imam që për inatit do më ndalu xhamatit. As ky nuk bën, asaj nuk bën. Gjithmonë arsyetimi, mirëkuptimi, vëllazni lloku duhet me ekzistuar mes nesh. Prandaj nëse arsyeton dikush që s'ban me thonë me zon se ka hadith, i themi jo, s'ka hadith. Por për mos me bën fitne, ban me thonë amin me një zon më të vogël. Ka raste kur vrejet qartë mos edukata xhamatliut. Vrejet qartë. Nuk do me thonë një jetën e tij veç Allahu e di, por vrejet qartë. Prandaj themi as kjo, as ajo, po gjithmonë e gjejmë mesatare të arsyeshme. Mirë. A kemi edhe një pikë veç. 32 minuta na janë bë. Fa idha arada ar-ruku' kabbar. Kur dën me ra ruku, do të thonë Allahu Akbar. E dini këta. Pastaj bjen në ruku, kështu e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë personin që ka gabuar është ngut namaz, ka thonë lexon nga Kurani, çat sa din. Pastaj thuj Allahu Akbar edhe bjen në ruku. Çka quajmë ruku? Është ajo ulja, pozicioni ku shpina drejtohet edhe duart vendosen në gjunjë. Duart vendosen. Sa duhet mu drejtu, sa ma shumë qaq ma mirë. Por sa nëse ul shpinën, mundohë me ul sa ma shumë. Se nëse e ke ul shpinën pak, ma shumë konsideroj se je i ngritur se sa në ruku, atër nuk pranohet rukuja. Por nëse je ul ma shumë, se sa që kenajt, se si në gjysë, do më thonë, si as ul, as qut, po ma shumë do të pa njerëzit janë se ky po ka ra në ruku, po s'ka ra bashmirë. Pranohet rukuja, por nuk e ke bën 100%. A nëse njerëz të shohin edhe thonë, jo, ky s'ka ra në ruku, kjo është në kam veç pak ka lëviz, kështu themi, atëherë nuk pranohet ai namaz, se rukuja nuk e ke mund, bile 50%, me bë 51% rukun. Kjo është ma saktë. Nëse e bën normal 100%, me vendos domethënë, me vendos shpinën drejt, kjo është rukuja e saktë. Kjo është rukuja e saktë. E pastaj do të vazhdojmë inshallah taala, mos të ngarkojmë më shumë për sot. Pra sot e mësuam disa mesela që ishte më kryesorja, ishte që na duhet me pas kujdes të vendosja durve, domethënë nën apo mbi kërthis, që tham kryesorja është mos me u bën kjo sebë për përçame, po ashtu edhe fjala amin, dy mesele të cilat janë pak të nxehta në mesin ton, ose ma herët ishin pak më të nxehta, ku i frynin zjarrit të gjitha palet nga pak,
por se po mendoj që në niveli xhamatit edhe i vëllezërve, djemve të ri, po ashtu edhe hoxhallarëve të ri, inshallah taala është ngrit që edhe nëse dikush ka bindje që duhet patjetër me thonë me zon amin, me zon pak më të lartë, nuk ban fitne, nuk krijojnë përçamje shumë, po ashtu edhe te vendosja e durrëve mbi apo nën kërthiz, edhe këtu nuk ka shumë problematikë, elhamdulillah janë te kalu. Pra kur dojmë na mi te kalu disa problematika mundemi me lejet e Allahut azza xal, dhe mua ajo që po më jep shpresë është se dija, dituria i largon problemet, populli është të mësu. Po më jep shpresë po ashtu te Allahu xhaleshanu sinqeriteti. Kur e kemi për zot Zotit, i te kalojmë keqkuptimet e përçamet mes vllaznive. Tjetra na kemi një synim për bashkët shkumi në xhenet. E këto nuk duhet më bëhen se si sebeb që me na pengu ose me na vonu hyrjen në xhenet përmes përçamjeve. Zoti ju rujtë, është për bleft.